me bo ftesë publike, edhe kryesuesit seancës, zotërit Dehori, mirë po edhe partisë vendosje, e cila është duke pengu konstituimin e kuvendit, si rezultat i abuzimit tyre përmes kryesuesit për mos me thirrë seancën, e cila është obligim edhe ligjor, edhe në bazë rregullore të punës kuvendit, po edhe kushtetues që me u konstituu kuvendit dhe me u thirrë seanca çdo 14 ditor. Ne si Partia Demokratike e Kosovës i kemi bërë kërkesë zyrtare sot që ai ta ushtroj detyrën e vet në bazë të rregullore të punës kuvendit, ta respektoj ligjin, ta respektoj kushtetutën dhe ta thret seancën në mënyrë që të konstituohet kuvendi. Situata në cilën jemi duke kalu, ne bashkërisht jemi duke marrë aktivitete e reagime dhe publike, sot kem pas një aktivitet në orët e hershme të mëngjesit, si rezultat që me i bë kërkesë deputetit Kurti, që është njëherë edhe kryetari i lëvizjes vendosje, me ushtru detyrën e vet si deputet i Kuvendit të Kosovës, me funksionalizu kuvendin. To që po e shohim, që jemi duke jetu, duke ndjek bashkërisht, që është duke u cenu rani kushtetues, duke u cenu mos funksionalizimi i Kuvendit të Kosovës. Nesër mundet me ndodhë edhe një konsum në administratë publike. Mundet dikush me thonë shkon shpejt drejt punë. Mundet shteti një biznes me shku me mbyll. Pra, po flasëm për situatë jo normale, të pa imagjinueshme, të pa përjetuar më herë në Kosovë, prej vitit 99 të ndej,